20 vite më parë në Durrës do të startonte Festivali Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës, një event kulturor ky që synonte që përmes interpretimit të disa prej pjesëve më të bukura të muzikës klasike, të sillte paradarsit jo vetëm muzikë të mirë, por dhe të shërbente si një urë komunikimi mes instrumentistëve të vendeve të ndryshme, si dhe për të evidentuar instrumentistët më të mirë shqiptar. 20 vite më pas, misioni duket i përmbushur me sukses. Në Konkatedralen Shën Lucia të Durrësit, repertori me pjesë nga kompozitor të njohur botëror, krijoi për të pranishmit momente plot emocion. Më emocionuara nga të gjithë ishte pikërisht drejtuesja artistike e Chamberfest Durrës prej 20 vitesh, instrumentistja Nevila Kalaja. 20 vjet më kanë pak për të kuptuar që mbrapa kësaj që shohim këtu është një punë tepër e madhe, punë kolosale, por me tepër dëshirë, me tepër pasion gjithashtu. Mbrëmja e sotme është pikërisht një konkluzion shumë i bukur i 20 vjetorit. Instrumentistët austriakë që performojnë sonte janë pjesë e historisë të këtij festivali. Violinisti është violinisti pikërisht i pari që ka çelur natën e parë të edicionit të parë të festivalit ndërkombëtar të muzikës së dhomës. It's very nice to be back actually. Është shumë bukur të jem sërish këtu. Unë interpretova në natën e parë të festivalit të parë. Akoma e mbaj mend se sa i emocionuar isha dhe se sa atmosferë e bukur ishte. Nuk e besoja se pas 20 vitesh do të vija sërish këtu për të interpretuar në festival. Përgjatë 20 viteve të ekzistencës së tij, festivali është mbështetur fort nga ambasada austriake në Tiranë dhe dëshmi e kësaj ishte prezenca e ambasadores mbrëmjen e të mërkurës në Konkatedrale. Jemi të lumtur që kontribuojmë në Festivalin e Muzikës së Dhomës. Këtë vit është edicioni 20 dhe jam shumë e lumtur që ambasada austriake e ka mbështetur këtë festival që nga fillimi. 2 nga instrumentistët që do të performojnë sonte performuan në edicionin e parë të festivalit dhe kjo dëshmon urat që muzika mund të krijojë mes njerëzve dhe vendeve. Edicioni 20 startoi më 27 qershor dhe do të përmbyllet më 21 korrik. Përgjatë të gjitha netëve të programuara në kalendarin artistik, festivali synon t'i ofrojë publikut mbrëmje të jashtëzakonshme emocionesh unike dhe të papërsëritshme.